se 34 ditë afat për zgjedhjen e presidentit të ri. Si e pat ju? Tham 34 ditë shtesë Albin Kurtit për zgjedhjen e presidentit, kështu që e kanë mundësinë për me 34 ditë me zgjedhje presidentin, pa arritë marrëveshje për me zgjedhje presidentin, se pa marrëveshje apo pa konsenzus mes partive politike nuk ka zgjedhje të presidentit, dhe pse ka mendimin tjetër, unë për shkak se këto opozita dhe pozita janë barikaduar në qendrime. Pozita nuk don marrëveshje me partia opozitën, gjërsa opozita nuk ja konstituon atë parlamentit kvorumin për mujt me zgjedhje presidenti. Andaj, më duket edhe të 34 ditë që në shtesë për mu afru pushime verore, në mënyrë që të mohan zgjedhje gjithçysh. Që i bie janë të pashmangshme zgjedhjet. Sipas për shkak që mungon vullneti politik. Por megjithatë, gjykata kushtetuese e dha tashmë një vendim e rrëzoi dekretin e presidentës Osmani. Ai bie që është